Të dashur gazetar, të nderuar qytetar, për gjithë besimtarët të ime festën e Kurban Bayramit. Na vjen shumë keq që kjo sot po vazhdon, është e 20 herë që opozita refuzon me marrë pjesë në votimin e themelimit të komisionit, që pastaj e mundson votimin e fshehtë, ku deputetët prapë mundin me vazhdu me votim për, kundër apo abstenim. Po s'poku, këtu nuk jemi duke votu për Albolenën, po jemi duke votu për një komision zgjedhor. Deputetët e opozitës po refuzojnë, për neve është absurde, për më tepër refuzimi ndaj zonjës Haxhiu është gjithashtu absurd, është një gru që i ka shërby Republikës për 14 vite, edhe nuk e kanë asnjë vërejtje të vetme ndaj personit në fjalë, e që për mua më jep me kuptu që këta nuk e kanë as me Albolenin, por e kanë me Albin Kurtin. E për besë, për neve, nëse ata dojnë më umot me Albin Kurtin, ata do të më shku më umot në numrat të votimit të qeverisë, në kuvend. Sepse ne e kemi kandidu kryeministrin Kurti për kryeministër të shtetit, jo për kryeparlamentar. Prandaj, na vjen shumë keq, e di që është e pakuptim, qytetarët e Republikës presin më shumë prej nesh, por ne si deputet të lëvizjes vetë vendosje vazhdojmë me votu për, edhe vazhdojmë me bë thirrje që opozita me votu themelimin e komisionit. E njëjta opozitë që ka votu certifikimin e listës sërbe, e njëjta opozitë që ka votu gjykatën speciale, e njëjta opozitë që ka votu Zajednicën, e tash unë e kuptoj që do të ndërtu kauzën kuvend, po s'po mendoj që kauza më e mirë e tyre është lufta ndaj Albolena Haxhiu ose bllokimi i kuvendit. U mendoj që edhe elektorati i tyre morë parasysh që këta kanë bërë gabime në marrëveshjen ndërkombëtare të Zajednica, atë gjykata speciale, edhe vetë elektorati i tyre i ban thirrje me votu Albolenën, e cila ka votu kundër në të dyja rastet. Prandaj edhe një herë shpreh keqardhjen për një qëndrim absurd të opozitës dhe ju bëj thirrje gjithë kolegëve deputetë të opozitës që të votojnë në seancën e ardhshme dhe dolin prej këtij ngaç. Kur keni me zyrtarizu kandidatët për kryetar komunash, edhe vlerësoni që zgjedhjet lokale në një farë forme kanë me zhvendosur vëmendjen nga konstituiti i kuvendit që është duke vazhduar çelësoj. Për kryetar komunash ne kemi organin mëna subjektit që vendosin, do të ketë diskutime, kurse kjo nuk do duhet ta pengon të punën që bëhet në kushtimin e kuvendit. Ne na vjen keq për ditë feste që do të më paraqit këtu, nëse tini të familje juaja, po prapa njëri bojmë thirrje që opozita ta zhbllokojë kuvendin, të votojë për themelimin e komisionit dhe pastaj vazhdojmë me votimin e fshehtë.